Kur është më e mirë të bëhet lutja ditën e premte? Është një lutje ditën e premte për cilën pejgamberi sa sem ditën e xumë, për cilën pejgamberi sa sem ka thënë nuk ka besimtar që i lutet Zotit në atë moment e Zoti ja kthej lutjen mbrapsh. Pra nuk mund të ekzistojë një njeri në atë moment që bën dua e duaja e tij mos pranohet. E cila është kjo kohë që ka kaq e preferuar dhe si më thon e privilegjuar tek Allahu? Ka dy mendime. Mendimi i parë është kur ulet hoxha ditën e xumë, të marr hutbën e xumas dhe ulet ai momenti i vogël. Dhe për këtë ka hadith sakt. Mendimi i dytë thot mas i kindije deri në akşam dhe për këtë ka gjithashtu mendim të sakt dhe argument sakt. Pra të dyja mendimet kanë argument sakt, si ai që thot kur ulet, si ky që thot mas i kindije deri në akşam. Për këtë arsye kjo ora ose jo ora, kjo koha është koha 1 dhe koha 2. Koha 1 kur ulet imami dhe koha 2 nga ikindia deri në akshamin e ditës xumë. Është e papërcaktuar. Pra ti mund të lutesh nga ikindia deri gjysore mas akshamit, dera hapet i gjysore, si thash, ti lutesh nga ikindia deri i gjysore para akshamit, ndërkohë që dera e pranimit të lutjes dhe mos refuzimit hapet i gjysore para akshamit. Qartë? Ose ti për shembull lutesh i gjysore mas ikindije deri në aksham, ndërkohë që koha ka qenë nga ikindia deri i gjysore. Është e papërcaktuar. Pse është e papërcaktuar? Ai që ka hall si ndahet. Pa dish do thotë njeriu nga ikindia deri në aksham të bëj dua dhe lutje, çfarë ndodh me zemrën e tij, çfarë ndodh me shpirtin e tij, çfarë ndodh me imanin e tij, çfarë ndodh me gradacionin e besimit të tij, jekinit të tij, sigurisë të tij, varfërimit të tij përpara Allahut. Ne kemi problem shumë të madh, është sëmundje moderniste, mos varfërimi përpara Allahut. Mendimi se gjërat i kemi të zgjidhur me thjesht duhet mendojmë për ca tjera. Dhe goditja më e madhe që neve na vjen në jetë është nga sëmundja e mos varfërimit përpara Allahut. Nuk ndjehemi ne të varfër dhe në mëvitar për Allahun. I duhet i kemi gjërat, okay, puna shkon okay, çdo gjë është okay, e kemi me plane afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata, çdo gjë të zgjidhur. Aty ta jep Zoti, aty ku ti mendon se je më i fortë. Aty ku ti mendon se ke pikën tatë më të fortë, që s'ke nevojë për Zotin, ti nuk e thu me gojë, jo, po mënyra se si sillesh, aty ta jep Allahu xhallahu xhelal. Për këtë arsye, puna e kësaj lutjes është çështje varfërimi. Është çështje varfërimi përpara Zotit, dobësie, përgjërimi. Sepse ajo jep efekte të drejtë për drejta në zemër, në iman, në besim, në jekin, në tawakkul dhe në dobësi. Nuk mund të bësh ti si i fortë përpara Allahut. Allah është elmetin. Elmetin do të thonë fjalë për fjalë i fortë, i pathyeshëm. Nuk mund të bësh ti të pathyeshmin në jetë, nuk mund të bësh ti të fortin. Për këtë arsye Allahu xhallahu xhelalu robin e sprovon me sprovat atilla që ai shkon në një fazë, në një moment që e kupton që është shumë i dobët, shumë i vogël. Sepse e merr rotina e jetës, e sprovon Allahu me të mira, saqë njeriu mendon se ka situatën në dorë. Kush i di që ke situatën në dorë? Wala takinni ila nafsi satha tarfat ayn. O Allah, o Zot, mos ma mundso që të mbështeten tek vetja ime sa hape mbyll syt. Pejgamberi i Zotit. O Allah, ma mundso që mos mbështetem tek fuqitë e mia, tek eksperiencat e mia, tek përvoja ime, tek dija ime, tek diploma ime, tek certifikata ime, tek pushteti im, tek as sa hape mbyll syt. Sa ne nuk kemi hapë mbyll syt, ne jemi me orë dhe me ditë të tëra dhe me javë dhe ndoshta muaj të tërë që s'na intereson asgjë. Kemi shumë kapituj, unë edhe ti bashkë me mua, ndoshta, që i kemi shumë kapituj një jetë mbyllur, thjesht po mendojmë për ca kapituj të tjerë. Dhe duket sikur ne jemi kompetent në çdo gjë. Për këtë arsye la haula wala quwata illa billah ka peshë aq të madhe tek Zoti i gjithësisë, sepse e zhvesh njeriu nga çdo lloj fuqie dhe pushteti dhe mundësie që mund t'i atribuojë njeriu vetes tij në raport me jetën, raport me suksesin, raport me pushtetin dhe raport me gjithçka.